Kurbani nuk është vetëm therrja e një kafshe. Ditën e premte, 6 qershor 2025, është dita e Kurban Bayramit. I dërguari i Allahut të na mëson se nuk ka vepër më të dashur dhe më të vlefshme në këtë ditë se sa therrja e Kurbanit. Allahu i madhëruar e ka bërë obligim therrjen e Kurbanit edhe për ne, ashtu siç e kishte bërë për çdo popull para nesh, me qëllim që emri i Allahut të përmendet gjatë therrjes së kafshëve. I dërguari i Allahut alayhis salam e ka therrur vetë Kurbanin e tij duke thënë: O Zoti im, pranoje këtë nga unë dhe nga familja ime. Në surën më të shkurtër të Kuranit, El Kauthar, Allahu na urdhëron therrjen e Kurbanit. Gjithashtu, ai na i mëson mesazhet dhe dispozitat e Kurbanit përmes tregimeve për bijtë e Ademit dhe për Ibrahimin dhe Ismailin, paqja qofshin mbi ta. Nga tregimi për bijtë e Ademit mësojmë se zilia është mëkat i rënd dhe se vepra nuk pranohet përveç se nëse bëhet me qëllim të pastër. Allahu i madhëruar thotë se ai i pranon veprat vetëm nga të devotshmit. Nga tregimi për Ibrahimin dhe birin e tij Ismailin mësojmë se dashuria për Zotin shpërblehet shumë fish, se gatishmëria për flijim shpërblehet dhe se duke ndarë nga ato që na janë të dashura, ne lëm gjurmë të mira në këtë botë dhe ndërtojmë shtëpinë tonë në xhenet, te përmendja e Ibrahimit. I dërguari i Allahut thotë se nuk ka asnjë veprim më të rëndësishëm dhe më të domosdoshëm në ditët e Bayramit se sa therrja e Kurbanit, kurse në kohën në të cilën po jetojmë nuk ka asgjë më të nevojshme se sa që të mësojmë nga Kurbani për ta dëshmuar besimin tonë me vepra. Në këtë ditë duhet të reflektuar mbi mesazhet e Kurbanit, për t'i përfshirë ato në jetën tonë, për të pasuruar jetën tonë me to dhe për të garuar çdo ditë në vepra të mira. Kurbani, siç e tregon dhe vetë emri, është një ibadet që na afron tek Allahu. Por që çdo vepër e mirë të na afrojë tek Allahu, ajo duhet jetë e sinqertë. Vepra e Habilit ishte e tillë dhe Allahu e pranoi prej tij, sepse ai ishte prej të sinqertëve, ndërsa veprën e vëllait të tij e refuzoi. Nga rasti i Ibrahimit alayhis salam mësojmë se kur qëllimi i veprës është i pastër, edhe nëse vepra nuk është realizuar, ajo regjistrohet si një e mirë. Ibrahimi alayhis salam për shkak të qëllimit të tij të sinqertë edhe para se ta realizonte veprën, edhe pasi që nuk e kreu fare veprën, e dëgjoi zërin e Zotit. O Ibrahim, ti e përmbushe ëndrrën. Vërtet, ne kështu i shpërblim punë mirët. Që ne të fitojmë shpërblimin e Kurbanit dhe këtë na e mësoni dërguari i Allahut, duhet që me pikën e parë të gjakut që bie në tokë nga Kurbani ynë, të bien nga ne edhe mëkatet tona. Por që të ndodh kjo, Kurbani duhet jetë i rregullt. Ai duhet i plotësoj kushtet e moshës dhe të shëndetit. Sipas dispozitave të fesë tonë, Kurbani nuk mund të jetë më i ri se 1 vjeç, delja, ose më i ri se 2 vjeç, lopa, dhe nuk guxon të jetë as i sëmurë dhe as i dëmtuar. Allahu e pranon vetëm atë që është e mirë dhe ne duhet i pranojmë mesazhet e Kurbanit duke i ringjallur ato në jetën tonë, në mënyrë që këtë vepër më të mirë, të Bayramit, ta përjetojmë në çdo ditë përmes mësimeve që ajo sjell. Kurbani na mëson se në ndarje nuk duhet të ketë kurrë interesi të kësaj bote. Nuk lejohet të përfitohet asgjë e kësaj bote nga Kurbani. I dërguari i Allahut ka thënë: Kur e shet lëkurën e Kurbanit të tij, ai nuk ka bërë kurban. Ndarja duhet jetë krejtësisht e pastër nga çdo dëshirë për status apo përfitim material dhe duhet bëhet me qëllimin që të fitojmë vetëm shpërblimin e botës tjetër. Me ndarjen e mishit të Kurbanit, ne nuk i ndihmojmë njerëzit, por ne u shërbejmë atyre. Kur ndihmon dikë, ai ndjen obligim të ta kthejë. Allahu a ka dhënë të pasurve pasurinë që përmes saj të shërbejnë të tjerëve. Ndarja e mishit të Kurbanit është një formë shërbimi. Aliu radiallahu anhu na mëson dhe na thotë: Kur ndan nga pasuria jote, ajo që e ndan të drejtohet edhe të thotë: Isha e pakët, por ti më shumove. Isha e vogël, por ti më rrite. Isha armiku yt, por ti më bëre mik. Isha kalimtare, por ti më përjetësove. Deri tani ti më ruajte mua, kurse tani e tutje, unë do të ruaj ty. Edhe vetë ndarja e mishit Kurbanit është një mësim për mënyrën se si duhet i radhisim detyrimet dhe përgjegjësitë tona. Dispozita e Kurbanit thotë që 1/3 e mishit ta lëm për vete dhe për familjen tonë. Kjo na mëson se çdo ditë së pari duhet të kushtojmë vëmendje nevojave të familjes, sepse i dërguari i Allahut na mëson se ne jemi barinj dhe do të pyetemi për kopen tonë. Kopeja jon është familja jon. 2/3 e mishit të Kurbanit sipas dispozitave të fesë duhet t'u ndajmë të afërmve dhe miqve. Allahu i plotfuqishëm në surën e Nisa na porosit: Friksojuni Allahut, me emrin e të cilit ju kërkoni të drejtat e ndërsjella dhe ruani lidhjet farefisnore. Surja Nisa 1. Ndërsa i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam paralajmëron: Kush ka të varfër në mesin e farefisit të tij dhe nuk është bamirës ndaj tyre, dhe as sadakan që u takon atyre, ja jep dikujt tjetër, Allahu nuk do t'ja pranojë atë sadaka
dhe as nuk do ta shikojë në ditën e gjykimit. Përveç se në ditët e Bajramit i therrim kurbanet, ne nga ajo sakrificë mësojmë se duhet që çdo ditë, sipas mundësive tona, të sakrifikojmë, të ndajmë nga ajo që kemi. Këtë posaçërisht tekson dispozita për kurbanin, e cila thotë se të tretën e tretë ta ndajmë për të varfrit. Ebu Dheri radiallahu anhu i kërkoi të dërguarit Allahut, më porosit diçka që do të jetë veçanërisht e rëndësishme për mua në jetë. I dërguari tha: "Duaj të varfrit dhe shoqërohu me ta." Ai gjithashtu tha: "Allahu është në ndihmë të robit të tij, përderisa ai është në ndihmë të vëllait të tij." Kurbani na mëson se nëse e dëshiron ndihmën e Allahut, ndihmoj atë që ka nevojë. Nuk ka asgjë më të vlefshme gjatë ditëve të Bajramit se sa therrja e kurbanit. Dhe kurbani na mëson se nuk ka asgjë më të rëndësishme në jetën tona se sa familjet tona. Forca jon buron nga ruajtja e lidhjeve farefisnore, kurse lumturia jon do të vijë nga gatishmëria për t'i ndihmuar të tjerat. O Allahu i madhëruar, pranoj kurbanet tanë dhe na i hap zemrat për mesazhet që na i tregon kurbani. Amin.